Tani do ndalme, do ta ndjekim një deklaratë shkurt të Miftiut Naim Tërnava në përgjigje ndaj lëvizjes së Deçanit. Dhe të cilët janë zgjuar disa bij të ish komunistëve, të cilët dëshirojnë të bëjnë keq këtij kombi. Dhe kam filluar që këtë ta bëjnë përmes fesë. Por jo. Ju kemi bërë me dije se jo. Xhamia nuk do të lejon. Xhamati nuk do të lejon. Nuk është peja dhe shqiptaria me fyje me shah. Ajo është likështi. Ajo është poshtërsi. Ata e mburravec nuk kanë asgjë të bëjnë me traditën, me shqiptarinë, nuk kanë asgjë të bëjnë me vllazërinë, që e ka ruajtur këtë këmbë dhe i ka ruajtur të troje, përkundër vujtjeve tepër të mëdha të cilat i kemi pasur në të kaluarën tonë dekada shekuj me radhë. Bashkësia Islame e Kosovës do të qëndrojë aty ku qëndron populli, ashtu si qëndroi edhe gjatë luftës. Të nderuar të pranishëm. Kjo është një prej deklaratave të Miftiut. Pa të fjalën e parë pse pas këtë hej, se thot një fjalë aty, pallangu. Po, fallangat po, ka dhe atë thonë. Mirë, atë thot nga, unë e kuptoj pse thot nga nervozizmi e tjerë, por është e mira që Miftiut mos mërzitet, po duhet punoj me hoxhallarët e vet, mos merret as me Nikollën, as me Deçanin, as me Kinën, as me Pejën, të merret me hoxhallarët. Lëvizja Deçanit, lëvizja për rikthim, të gjithë këto pakëzime, të gjithë këto konvertime që po bëhen, janë rezultati i punës së dobët të hoxhallarëve të Bikut, të Bashkisë Islame, po Bikut. Bikut që po më fal, po të Bikut. Bashkia Islame. Jeni takuar ndonjëherë me Miftiun Tërnava? Jo, a kam marrë në telefon, i kam kërku takim, më ka prit shumë mirë, me shumë edukat, më ka thënë kur të kthehet nga udhëtimi do takohemi, po si duket, s'ka pas kohë dhe nuk kemi takuar. Sa është i nënshëm dialog fetar në Kosovë midis klerikëve? Për mua. A është në të rëndësishëm dialog të klerit? Shikoj të rëndësishëm, por në qoftë se ky dialog nuk bëhet me gjithë shpirt, edhe bëhet i imponuar, ç'ka kuptimi ka? Domethënë, tri unë tashti, ti lutem kryeministrit të më takoj me Miftiun, ose tri Miftiu ti lutet dikujt të takoj me mua. Ne duhet bëjmë, ideja ime është që klerikët fetar, liderët fetar në Kosovë duhet bëhen bashkë, të krijojë një grup pune. Dhe gjëja e parë që të bëjnë është të merren me priftëritë dhe me hoxhallarët. Me ata që kanë dalë prej Terezisë. Me ata që kanë dalë prej Terezisë. Ka të tillë. Ka shumë të tillë. Po ne ortodoksët s'kemi. Se ne s'kemi priftëri akoma. Të ju problematike... Pak shaka që ta zbusim pak se ju i hyra pak shumë me dhunë, me dhunë. Analistët e shohin ja problematike midisin kulturor në jugun e Shqipërisë nga ndërhyrjet që bën. Të flasim për Kosovën, të lutem. Kisha greke, po. Unë nuk kam të drejtë të flas për. Po, e qartë, por nuk duhet ta tërheq këtë paralele. Kishën greke, di kryepiskopi Johani. Atë që ai është atje në Shqipëri, unë kam një kish atje në. Po një mendim duhet ta keni. Nuk mund të shprehem, nga ky pozicion rezervoheni. Nuk e di. Shqipëria ka një kryepiskop, ai është përgjegjës për atje, ta gëzoj. E shihni me rëndësi që ky asimilim historik i shqiptarëve të kthehet në shtratin e tij origjinal. Ju keni hapur dyert e kishës. Patjetër, kam hapur. Ky asimilim, nëse mund ta them që ka ndodhur nga pushtimet, të marrë trajtën e drejtë historike sot. Shiko, kur ju po flistit, ndje se po ju ndërpres disa herë, po e harroj. Po mendohesh e thashti dhe po thoj, "Ore, mos fola pak ash për unë, për këta hoxhallarët." Pastaj tashti që po mendojmë themi jo. Nuk mund të dali hoxha dhe t'i mësoj bashkëshortes time kur po hoqe vetullat je e për dal. Kjo është turp. Unë nuk e di, unë i ndjek pothuajse gjithë ta hoxhallarët problematik dhe kur dalin edhe pyesin
si mund të bëj unë një marrëdhënie më të mirë me bashkëshorten. Në më pyesin Hoxhën, si bëhet marrëdhënie me bashkëshorten? Kjo është ndyrësi. Dhe më thënë, mua të më vi një besimtar në kishë dhe të më thotë këtë fjali unë e nxjerr jashtë. E nxjerr jashtë, sepse e para herë s'ka respekt për veten, për bashkëshorten e vet. Kur vjen dhe e bën këtë pyetje. To i keni dëgjuar në rrjetet I kam sociale, dëgjuar tek patjetër. ligjërimet që bëjnë komunikim, dialogën që bëjnë. Po, por Hoxha më fani për mua është Ahmet Kalaja. Si edhe një herë? Ahmet Kalaja, Po, Hoxha i Tiranës. po. E kam takuar një herë, është edhe i ka disa predikime, por nuk është si në Kosovë, si këta problematikë. Kush të shkund më shumë? Kush të nxjerr nga tërëzia më shumë? Shefqet Krasniqi. Ky Mulla Osmani, që u bë deputet, Në ligjërimin në ligjërimet fetare. e tij, siç thot ai, bazuar në librin e shenjtë madh Koranin, po. Ai thotë që unë pjaftë të rregoj ato që ka thënë libri i shenjtë. E jo, po mënyra se si e tregon është ndryshe. Pak secili e ka mënyrën e vet të Pra, shohë të interpretimi komunikimit. duhet fjalët e Zotit duhet Më dalë me tek janë shumë pagëzimet që vështira. pagëzimet dhe konvertimet në Kosovë janë ngjarje publike tashmë. Dhe Ngjarje publike. shumë të mëdha janë. Andaj shtrova që në fillim a do duhej që të bëheshin publike këto ngjarje. Normalisht jo. Por si rezultat i punës së hoxhallarëve, po. Unë për shembull